tani të ndalemi tek disa informacione cilat lidhen me automjetet e sekuestruara nga ata cilët janë eksponent të krimit e cilat tashmë do të dalin në shitje. Më shumë detaje na jep Esido Barke, që siç e shihni është në një lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Berkina dhe Flori. Në fakt Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara ka nxjerrë një listë gjatë të paktën të disa prej pasurive të ardhura nga bota e krimit, konkretisht makina, por dhe disa mjete të tjera siç janë skafe, të cilat janë sekuestruar kryesisht në vitin 2025, por gjithashtu dhe në vitin 2024 apo në vitin 2023. Të paktën janë afërsisht 80 makina të cilat janë publikuar në një listë gjatë, makina të cilat e kanë statusin e sekuestrimit, të konfiskimit, por dhe të bllokimit si provë materiale të cilat ende po hetojnë nga prokuroria e posaçme, konkretisht nga prokurorët e SPAK, pasi ka dyshime se mund të gjejmë prova për krime të rënda që mund të jenë kryer me këto mjete ose të paktën janë përdorur për të ndihmuar në largimin e autorëve për krime të ndryshme, të cilat janë shënuar gjatë viteve të fundit. Megjithatë, janë disa mjete të cilat janë nxjerrë në shitje të paktën sipas listës së gjatë automjeteve, disa prej mjeteve ose le të themi pjesa më e madhe e tyre do t'i kalojnë në pronësi të shtetit dhe do të përdoren në flota të ndryshme për administratën publike, kryesisht për policinë e shtetit. Kemi parë në fakt dhe në të kaluarën disa mjete luksoze dhe të shpejta të cilet janë sekuestruar, i kanë kaluar për llogaritë të policisë rrugore. Pra, kjo për t'i ardhur në ndihmë policisë rrugore me mjete më të sofistikuar dhe më të fundit, duke kushtuar kështu dhe para nga buxheti i shtetit apo nga buxheti i policisë së shtetit. Megjithatë, disa prej mjeteve do të nxjerren në shitje, në listën e gjatë hyn mjete të cilat kapin vlerën e gjysmë milion euro pra vetëm një mjet, por ka dhe mjetet të tjera më të lira duke arritur në 100.000 euro, 200.000 euro apo dhe mjetet deri në 50.000 euro. Janë një listë gjatë të cilet në fakt po administrohen nga kjo agjenci, megjithatë pritet që lista le të themi të pasurohet dhe të ketë më shumë sa i takon mjeteve të sekuestruara në vijim me urdhër të prokurisë së posaçme si pasojë e goditjeve të grupeve kriminale. Kryesisht këto mjete kanë ardhur, le të themi, janë shtuar kohët e fundit, sidomos pas goditjes së prokurisë së posaçme në grupeve kriminale, kryesisht ato të cilet janë akuzuar për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Dhe kush pritet të marrë pjesë në këto ankande, Sido? Janë ankandet të cilat ende nuk janë bërë zyrtarisht le të themi detaje se si do të procedojnë, megjithatë ankandet e tilla për shkak të frikës le të themi të paktën gjatë viteve të fundit, kujtojmë se ka ndryshuar dhe ligji për pasuritë e sekuestruara për t'i kaluar këto në pronësi të shtetit, pikërisht për shkak sepse automjetet ose kryesisht pronat e paluajtshme të cilët u sekuestroheshin pronarëve të tyre të cilët kishin ardhur le të themi si burim nga bota e krimit, pasi nxirreshin në shitje, bliheshin sërish nga këta të fundit ose nga miqtë e tyre ose familjarë të tyre, duke bërë që kështu prona e sekuestruar dhe konfiskuar me pas t'i përfundonte sërish në duart e pronarëve të tyre të cilët i kishin përfituar përmes botës së krimit. Ndaj le të themi ka ndryshuar të paktën gjatë 2 viteve të fundit të ligji për pasuritë e sekuestruara, duke kaluar totalisht e shtetit. Megjithatë, disa prej këtyre mjeteve do të nxjerren në shitje të paktën nga Agjencia e Pasurive të konfiskuara, por ende nuk bëhet e ditur le të themi kriteret se kush do të marrë pjesë në këto, duke mbajtur le të themi edhe një mënyrë hermetizimi sa i takon informacionin për shkak se këto pasuri vijnë nga bota e krimit. E qartë. Mirë, si do të falenderojmë për detajet që përsollen në studio në lidhje me këtë situatë, le të themi, krijuar me këto automjete tashmë. Faleminderit. Mirë, ne tashmë nga